dua para se sa të shkoj ke disa detaje tjera për të mos ta bërë thriller kronike. Se nuk është ky sensi këtij emisioni. Sensi këtij emisioni është të kuptojmë shkaqet. Të thot edhe ty diçka instinkti që këtu nuk kemi të bëjmë me një nerv momental së pari, apo kemi të bëjmë me një nerv momental i cili është kaq i përhapur në shoqërinë tonë, ti ke ndjekur nga afër, ke shkruar për, le të themi, psikën e agresivuar tek të rinjt, tek fëmijët, tek djemt kryesisht. Mundet të jetë ky një moment ordiner apo është një çështje që ata kanë shkuar të përplasen aty më pas, sepse ata që janë me armë në brez, në fakt janë të një tipologjie agresive apo të një tipologjie strategjike goditse? Faleminderit për prezantimin e gjatë që më bërë, se në fakt unë kam shkruar disa libra për adoleshent, para adoleshent, po një ndër librat që ka goditur tek jeta ime ka qenë në momentin që kam drejtuar burgun e grave, dhe aty ka filluar pse vrasin të rinjt. Për rastin në fjalë nuk mendoj që ka qenë e rastësishme, as nuk mendoj që është bërë sebeb një kafe që kanë plasur armët. Në Shqipëri, problemi është shumë i thellë dhe në 10 vjeçarin e fundit mendoj që gjithë shoqëria duhet të ndaloj të bëj autostop dhe t'i thrasim secili nga ne logjikës, memorjes, veprimit dhe ndërgjegjes. Pse them secili nga ne? Duke filluar nga prindi, nga mësuesi, nga polici i lagjes, i lokalitetit, ose i autoriteti më i madh që është ligjvënës, të drejtësia, tek edukimi dhe gjitha këto. Ka gabuar zinxhiri këtu përveç edukimit që nuk diskutohet, përveç pjesës vëmendjes. Në rastin konkret, pa dashur ta bëj thriller as momental, unë mendoj që një lokal natë në orën 1:30, diçka 2 e natës, të gjithë autorët me armë, gjë e cila shumë shqetësuese, dhe armët e ftohta dhe jo vetëm në Shqipëri janë kthyer në shqetësim galopant në pothuajse në gjithë gjimnazet e Shqipërisë, nëse ti bën një kontroll të beft, pjesën më të madhe të rinjve ti e gjen me një armë të ftohtë me veten në çantë, në libër, në xhep etj. Aty mund të ketë pasur diçka më të thellë. Ndoshta ka qenë përdorimi i drogës ose konflikti i heshtur muajt e fundit ose javët e fundit. I vazhdueshëm jashtë këtij momenti. Dhe ka plasur në momentin për një kafe. Nuk e mendoj që është krejt i rastishëm, por është i përgatitur. Rastishëm, Anil. Të dhënat paraprake, megjithëse kjo është një histori hetimore që vazhdon të jetë në dinamike sipër për të zbuluar pistat dhe motivet konkrete pavarësisht dëshmisë kamarierit Pepa dhe pavarësisht sekuestrimit të kamerave të sigurisë, tregojnë nga ana tjetër një vendngjarje me shumë probleme. E para, së fundmi janë arrestuar në lidhje me këtë ngjarje 4 persona, të cilët nuk kanë qenë bashkëpunues me policinë, pra kanë fshehur krimin dhe nuk kanë njoftuar policinë. Pra, dëshmit thua ti nuk janë bashkëpunues. Sepse të dhënat paraprake të skenës krimit tregojnë që persona prezent në grindje dhe mbas grindjes, po edhe para grindjes, mbasi krimi ka ndodhur, krimi i 2 fisht ka ndodhur, vendngjarja është prekur të 2 të dëmtuarit, të 2 të rinj që nuk jetojnë më tani më, janë dërguar drejt spitalit dhe policia gjatë këtij harku kohor nuk është njoftuar. Kush i ka dërguar? Persona të cilët, midis tyre dhe persona të cilët së fundmi janë arrestuar. E dyta, një nga armët e krimit. Pra, kur kanë shkuar në spital, ka marrë njoftim policia. Po, e dyta, një nga armët e krimit nuk është gjetur, ende. Thuhet që ka 2 dhe është gjetur 1? Është gjetur 1. Edhe personat të tjerë, më fal, për ndërprerjen kanë pasur armë zjarri. Pra, kemi vetëm 2 armë. 2 armë janë përdorur, por në vendngjarje ka pasur dhe armë të tjera. Ka qenë fare rastishme se përderisa ka shumë armë. Në momentin që vendngjarja është prekur, është dëmtuar, nuk e një armë krimi, nuk njoftohet policia në kohë, personat të cilët ishin pranishëm aty nuk i qëndrojnë një rrëfimi apo të njoftojnë policinë. Këtu ka disa pikpyetje që i takon grupit hetimit dhe prokurisë Durrësit, po edhe kriminalistëve, që t'i vendosin të gjitha pikat mbi për treguar së pari konfliktet më të hershme, së dyti për çfarë ndodhi, dhe së treti, a do ta besojmë apo jo që ishte pikërisht kjo mënyra dhe dinamika si është qelluar.
Pse e them këtë? Pra, sepse ngjan si një Far West, qëllon, pra shpëton ku qëllon i pari. Kjo ka ndodhur. Flori ka goditur, njëri nga viktimat, ka humbur jetën. Flori e kishte konfliktin me Danielin, që është në kërkim, ka humbur jetën Kurti, shoku i Danielit, megjithatë ata ishin shumë afër. Nga ana tjetër, menjëherë mbasi Flori ndron jetë sepse e qellon ky tjetri, e qellon Danieli largohet, armë e Florit nuk gjetet. Pra, ka disa duket, ju e thatë, është një thriller dhe një nuk duhet thënë kështu, por është një histori e frikshme e kronikës Zez, që tregon dhe mua më kujtoi një histori e para jo më larg se 2 vjet, e ndodhur në qytetin e Kavajës, ku ata masi konfliktojnë me njëri tjetrin në një lokal para një teke meraki dhe shpëton ai që qëlloi më shpejt. Po për momentin, Grida, shpëton, sepse edhe ai ndroi jetë. Pra, por edhe ai ndroi jetë. Tani, kjo është e para. E dyta, nëse shikon ngarkesat e personazheve të përfshirë, edhe të atyre që janë shoqëruar dhe janë ndaluar, secili nga prej tyre pa i paragjykuar, nuk do thot kjo që kjo njollan në biografi, pra kjo njollan kartelën penale, kur ata i kanë vuajtur dënimet i ndjek gjithë jetën, por ka disa ngarkesa të caktuara. Dhe e treta, më lejo të shkoj pak në analizë dhe pastaj të kthehem prapë te vendngjarja. Mendoj që policia e shtetit, dhe ndaj do ta rendis shumë të rëndësishme duke dëgjuar dhe profesoreshën, e duke dëgjuar dhe kolegen Bezati, mendoj që policia e ka emergjencë dhe urgjente të hap një sektor të posaçëm për të profilizuar krimin. Këtë gjë, këtyre këmbanave u ka rënë dikur një profesoreshë nderuar zonja Ariana Muça, kur tha që duhet të kemi profilizim të autorëve të krimeve, dhe kjo të jetë jo një shkencë në vete, por një departament vete në polici. Për të njohur psikon e krimit tek adoleshentët, psikon e krimit tek duket sikur këtë të gjithë kartelet e drogës, ka një psikologji të ndryshme krimi.